dy rastet janë zyrtarë që kanë deklaruar donacionet që kanë jepur për partinë, ndërsa në KQZ e tilla nuk është raportuar. A keni bën ndonjëherë zotëri Buleshka ndonjë vlerësim çka është deklaruar në KQZ dhe çka në agjencinë që ju drejtoni? 2 vitet e fundit kemi bën analizë tillë dhe kemi ndikuar, por nuk ka qenë proces zgjedhor, asnjë vit s'ka qenë proces zgjedhor, edhe mësh nuk ka pasur donacione shumë dhe nuk ka pasur përkrahje shumë për partitë. Procesi që tjetër ne kemi pasur secili vit pak të një rast e kemi identifikuar që ka pasur mospërputhje. Në 2 rastet janë zyrtarë që kanë deklaruar donacionet që kanë jepur për partinë, ndërsa në KQZ e tilla nuk është raportuar. Ne duhet ta fuqizojmë këtë mekanizëm sepse edhe gjithë që janë përfshirë këto, zyrtar publik, po edhe subjekt politike të gjithë, duhet ta dinë që agjencitë shtetërore komunikojnë njëra me tjetrën. Dhe shkëmbejnë informata me qëllim të zbulimit të vërtetës. Çka ndodh nëse për shembull agjencia verifikon që diçka tjetër, një shumë tjetër është dhënë në KQZ, një shumë tjetër në AKK? Tashmë varet nga ndryshimi. Nëse është mbi 3.000 euro, ne atë të njëjtin mund ta dërgojmë në prokurori. Këtu është një problem i vogël ligjor sepse personi fizik nuk ka të drejtë të jep donacion më shumë se 2.000 euro për partinë politike. Si të tillë nuk mund të bëhet personi fizik nuk mund të bëhet subjekt i kallëzimit penal përveç në qoftë se ky subjekt fizik është pronar një biznesi, do të ka donacioni ka të kalu shumë prej 3.000 euro. Vitin e kaluar ne kemi jap vrejtje me shkrim për dy zyrtarë që do të deklarojnë sakt në të dy anët pasuria. Ne kemi pasur një ndoshta si premtim nga Këshilli i Evropës që edhe të ndihmoj në hartimin e metodologjisë, sepse ne edhe KQZ kemi një mandat të pranimi i raporteve dhe auditimi dhe marrja një seri mase është në dorën e KQZ-s, por kemi edhe një seri tjera mase që ne mund të marrim e që ndërlidhen kryesisht te konflikti i interesit në vendimarrje, sepse kryesisht ekziston percepcioni, po besojmë që edhe mund të argumentohet që donacioni ka herë mund të ndërlidhen edhe me një vendimarrje të caktuar të zyrtarëve të cilët e pranojnë donacion apo subjekt politike në një vendimarrje të caktuar e cila favorizon biznesin e caktuar për shkak të donacioneve të pranuara.